Shkolla Profesionale Teknike në Korçë ka prezantuar platformën e re Unë zgjidh shkollën profesionale, një hap i ri që synon të forcojë komunikimin mes shkollës, bizneseve dhe prindërve. Kjo platformë është konceptuar si një urë lidhëse më efikase për të krijuar më shumë mundësi bashkëpunimi dhe për të afruar edhe më shumë arsimin profesional me nevojat reale të tregut të punës. Drejtoresha e shkollës theksoi se përmes kësaj nisme synohet jo vetëm orientimi më i mirë i të rinjve drejt arsimit profesional, por edhe zgjerimi i partneriteteve që ndihmojnë në formimin praktik të nxënësve. Një platformë komunikimi, një urë lidhëse midis shkollës profesionale, midis bizneseve dhe nxënësve. Biznese që zgjedhin nëpërmjet platformës nxënësin, nxënësit që zgjedhin biznesin vetë ku do ta kryejnë praktikën, biznese që vlerësojnë nxënësit për aftësitë e tyre, për korrektësinë e tyre, për dëshirën e tyre për të punuar, si dhe nxënësit, cilët përveç se do të kenë mundësinë që të zgjedhin vetë bizneset, japin dhe ata një vlerësim të vogël për biznesin, për kushtet e tyre, por dhe për mundësitë që ofron ky biznes edhe për nxënës të tjerë. Shkolla luan rolin e koordinimit, koordinon të dyja palët dhe merr informacionin e munguar ndoshta deri tani edhe për nxënësit edhe për bizneset. Aktualisht, Shkolla Profesionale Teknike në Korçë ka marrëveshje bashkëpunimi me 120 biznese dhe institucione të qarkut. Këto partneritete kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në formimin profesional të nxënësve, duke u krijuar atyre më shumë hapësira për praktik dhe mundësi më të mëdha për integrim në tregun e punës.